Ludo foli me fjalë të mëdha për Edin, fjalë që nuk dalin shpesh dhe nuk thuhen pa arsye. Ai e përshkroi Edin si një njeri jashtëzakonisht të qetë, të mirë dhe me vlera të ralla, një djalë që nuk kishte nevojë të bërtiste për t'u dëgjuar dhe as të sulmonte për t'u dalluar. Qetësia e tij ishte forca më e madhe, një qetësi që nuk vinte nga dobësia, por nga karakteri. Edi është djalë me vlera, tha Ludo, duke e theksuar këtë me bindje të plotë. Për të, Edi nuk ishte thjesht një banor në shtëpi, por një shembull sjelljeje. Një njeri që dinte të respektonte, të dëgjonte dhe të mendonte para se të fliste. Në një ambient ku tensionet shpesh dalin jashtë kontrollit. Edi ishte ai që mundohej ta ulte situatën, jo ta ndizte. Ludo tregoi se prej 3 javësh, Edi përpiqej vazhdimisht t'u thoshte banorëve, kujdes këtu, kujdes atje. Jo si urdhër, jo si superioritet, por si këshill. Ai i shite gjërat përpara se të shpërthenin dhe përpiqej t'i parandalonte konfliktet. Ishte ai që shite rrezikun e fjalëve, të keqkuptimeve dhe të veprimeve impulsive dhe mundohej t'i ndalte para se të bëheshin problem. Sipas Ludos, Edi ishte një nga ata njerëz që të gjithë duan t'i shohin mirë. Jo sepse bën zhurmë, por sepse përhap mirësi. Një prani që nuk lodh, por qetëson. Një njeri që nuk krijon armiq, por respekt. Dhe pikërisht kjo e bënte të veçantë, fakti që edhe ata që nuk ishin afër tij e vlerësonin. Ludo pranoi se ndoshta shumë gjëra nuk u kuptuan në kohë. Se ndonjëherë njerëzit e qetë merren si të padukshëm, edhe pse janë ata që mbajnë ekuilibrin. Por për të, një gjë ishte e sigurt, Edi la pas një emër të mirë, një imazh të pastër dhe një respekt që nuk blihet me lojë. Në fund, fjalët e Ludos nuk ishin thjesht lavdërim, por një njohje e vonuar e vlerave të një njeriu që nuk kërkoi kurrë vëmendje, por e fitoi atë me sjellje. Sepse Edi ishte nga ata persona që nuk bëjnë zhurmë kur hyjnë, por lënë boshllëk kur ikin. Dhe kjo, sipas Ludos, është shenjë e një njeriu vërtet të mirë.